Unë isha për herë të parë në paradën e ushtrisë dhe policisë të Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje të jashtëzakonshme që e bija të Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Të dashur qytetar, nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot që ditë e shenjtë për popullin tonë, 18 vjetori pavarësisë, është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që fjuan për lirin tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u fjuan në gjak, në Afrikisë, që të ndrë me shekuj. Kanë deri që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këto për t'i lurat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që shërbyat atë dheut, kur mos shumë të kishte nevojë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falë nëse kam... Dhe Regjen Selini, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtën popullin e vetë të gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve edhe një herë gëzuar pavarësia.